Një deputet francez i Parlamentit Evropian ka bërthirë që SBA-ja të kthejë statujën e lirisë të dhuruar nga populli francez për të shënuar 100 vjetorin e pavarësisë amerikane, sepse SBA nuk përfaqësojnë më vlerat që e shtyn Francën të ofrojë statujën. Franca duhet të marrë përsëri statujën e lirisë sepse SBA-t nuk e përfaqësojnë më vlerat që e shtyn Francën të ofrojë statujën, tha të dielën eurodeputeti. Na ktheni statujën e lirisë, tha politikani i qendrës së majtë Rafael Glucksmann në një konvent të lëvizjes së tij në qendrën e majtë Place Public. Ne do t'u themi amerikanëve që kanë zgjedhur të qëndrojnë në anën e Tiranëve, na ktheni statujën e lirisë, u tha i mbështetësve brohoritës. Ne ju a dham si dhuratë, por me sa duket ju e përbuzni. Kështu që do të jetë më mirë këtu në shtëpi, shtoi ai. Statuja e lirisë u vendos në portin e qytetit në New York më 28 tetor 1886 për 100 vjetorin e deklaratës amerikane të pavarësisë si një dhuratë nga populli francez për Amerikën. Është projektuar nga francezi Auguste Bartholdi. Parisi ka një kopje shumë të vogël të statujës në një ishull të vogël në Seine në Paris. Glucksmann, një mbrojtës i vendosur i Ukrainës, ka kritikuar ashpër ndryshimin rrënjësor të politikës amerikane për luftën nga presidenti Donald Trump.